Sot do t'ju tregoj historinë magjepsëse të një gruaje që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e Shqipërisë. Geraldina Aponyi, mbretëresha e shqiptarëve. E njohur si vajza e bardhë e Danubit, kjo princesh hungareze solli një frymë të re shprehëse në Shqipërinë e viteve 30. Imagjinoni Tiranën e vitit 1938, ku një dasmë mbretërore bëri që i gjithë vendi të ndalte frymën. Geraldina, me bukurinë dhe thjeshtësinë e saj, fitoi zemrat e shqiptarëve sapo u bë bashkëshortja e mbretit Zog. Por fati kishte plane të tjera. Vetëm 2 ditë pas lindjes së princit të vogël Leka, Italia fashiste pushtoi vendin. Geraldina u detyrua të largojë me foshnjë në krah, duke filluar një udhëtim të gjatë, nga Athina në Kairo, nga Franca në Madagaskar e deri në Spanjë. Edhe pse larg fronit, ajo kur nuk e humbi dinjitetin e një mbretëreshe. Pas 60 vite shmërgim, në vitin 2002, ajo u kthye në vendin që dikur e priti si nuse mbretërore. Geraldina u nda nga jeta në Tiranë, duke lënë pas një trashëgimi të pasur historie dhe një kujtim të paharruar në zemrat e shqiptarëve. Nëse ju pëlqeu kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë tregime të tilla të mrekullueshme nga historia shqiptare. Faleminderit që ishit me ne.